Përshëndetje të nderuar. Sonte do të flas për një temë bajagi interesante e herë keni me dëgju edhe fjali të padëshiruara për ne, por që manifestojnë dhe pasqyrojnë realitetin e tanishëm në marrëdhëniet ndërkombëtare. Në lajmërimin e djeshëm kur e bëra për videon që e bëra dje, ju thash se video e radhës do të jetë diçka bombastike ndoshta. Dhe ka të bëj me faktin e hidhur për shumëkë se mesa po shihet Rusia, Putini janë ata që do të vendosin të ardhmen e frenimit apo të shkuarjes përpara të fuqisë amerikane, jo vetëm ushtarake, por edhe të ndikimit të saj. Se si ka ardhur kjo punë deri këto, në këtë video, të cilën e konsiderojnë ndër më të thellat dhe më të rëndësishmet, do të mundohem ta ndaj atë që unë e kam lexuar përgjatë përcjelljes, trajtimit dhe leximit të vazhdueshëm të politikave ndërkombëtare e sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tema e sotshme është shumë e rëndësishme. Është e trajtuar, do të trajtohet nga shumë rrafshe. Pra, prek fuqinë amerikane, të ardhmen e fuqisë amerikane, ngritjen e vazhdueshme të fuqisë së Rusisë, pozita e Kinës në marrëdhëniet ndërkombëtare, e Koresë, e Iranit, e lindjes së mesme dhe rreziqet të cilat po i kanosën Evropës, e neve na intereson këto gjeografisë tonë shqiptare, pra Ballkanit në përgjithësi. Me izën e Allahut do të mundohem me thonë diçka. E dini, e kemi shpjeguar edhe këto, e keni dëgjuar edhe tjera ka, se bisedimet midis një delegacioni amerikan i përbër nga i dërguari special i Donald Trump, Steve Witkoff, dhe i dhëndrit të Trumpit, Jared Kushner, nga njëra anë, në anën tjetër të deleguarit të presidentit të Rusisë dhe sipas informacioneve edhe vetë presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, përfundojnë pa një marrëveshje përfundimtare të madhe për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Pati mosmarrëveshje në dy pikat kryesore. Mbi çështje territoriale, se cilat pjesë duhet t'i jepen më Rusisë dhe mbi mundësinë e antarësimit të Kievit apo të Ukrainës në NATO. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës pohon se homologu i tij rus, dëgjojeni, homologu i tij rus, Putini, po do me i dhënë fund luftës, sidomos tani kur forcat ushtarake ruse po pushtojnë cilën do zonë të cilën e dëshirojnë në Ukrainë. Pra, në këtë kohë kur Kijevi po humb fuqi me gjithë armatimin e vazhdueshëm, Rusia po pushton vendet të cilat i dëshiron të jenë nën kontrollin e saj dhe pjesë të Rusisë dhe Kijevi në këtë kohë i bën thirrje Bashkimit Evropian, SBA-ve, Kanadas, NATO-s kryesisht, i bën presion faktorit ndërkombëtar që të ushtrojnë ndikimin dhe presionin e tyre mbi Moskën, bile disa herë thot që të ndërhyj NATO. Një sqarim këto, ju nevojitet, kur kam folë për pushtimin, aneksimin e Qipros veriore, që e merr Turqia nën kontroll, ajo pjesa ku janë turqet me shumicë të vendosur aty. Për pak ditë e ka kry punën, ka mujt me marrë kejt, por ushtarakët e din shumë herë marrja e gjithë territorit, edhe nëse është e lehtë, ajo në të ardhmen shkakton probleme, por i merr ato të cilat i nevojitën, pastaj krijon tampon zona të shmilitarizuara, mes asaj shka e ka marrë nën kontroll, e ka aneksue dhe pjesën e tjetër. Këtë e thash për ta sqaruar edhe rastin e Rusisë këto.
Unë besoj bindshëm se Rusia me dasht, aq është e përgatitun, aq po shihet se është e fuqishme, aq më shumë kur gishtat e Putinit rrinë mbi butonët e armëve bërthamore dhe e kërcënon Evropën, NATO-n dhe botën, kish mujt me e marrë krejt Ukrainën shumë ma shpejt edhe shumë ma let. Lufta në ato zona aty nuk është për shkak se Rusia nuk po mundet me hecë përpara. Jo, kur nuk besoj. Por për shkak se është strategjia e saj që qatë teritorin midis 20 edhe 30% të teritorit total të Ukrainës të jetë Donbasi, Zapolozhja dhe të tjerat, Krimea ka poshtë, pastaj ai deti që është i futën brenda aty që është zemra e detit të zi, të jenë nën kontrollin e Rusisë dhe aq e do. Unë besoj, pra, se derisa negociatat ende janë duke vazhduar dhe debatet e ndryshme verbale midis presidentit rus, Putinit, dhe udhëheqësve të tjerë evropian. Këto kanë me u intensifikuar deri atëherë sa kur Ukraina do të lëshoj për teritoret e saj dhe të jepen Moskës si rezultat i rrethonave të krijuara në teren. Pavarësisht, edhe diçka po du me ju thonë, ka njere, kur lexon njeri, sheh, bile ju ka njerë, po ai që është isin, dhe më thani, kështu i përkushtum lexim. Qaq sa lexon në për rreshta, një 50% i kupton edhe mes rreshtat, ha? E thash këto për ta kuptu këtë shka po du me thonë. Pavarësisht mbështetjes së madhe të treguar nga vendet evropiane, nga vendet antare të NATO-s, për ushtrinë ukrainase, kërkesat e përsëritura të Kijevit që të goditet në përmes NATO-s Rusia dhe pavarësisht zërave kritik që dëgjohen nga vendet evropiane, unë jam duke lexu se disi vendet evropiane i kanë dhënë dritën jeshile Donald Trumpit për ta quajë punën deri atje, ta mbyll çështjen e Ukrainës sipas asaj marrëveshje të arritur në mënyrë që t'i shpatojnë më të keqës. Futjes së vendeve evropiane në luftë, që i bie se Evropa, Bashkimi Evropian, më nuk është e gatshme dhe nuk e ka fuqinë e mjaftueshme dhe as ambicjet të futet në një luftë që do ta shkatërronte edhe Evropën, edhe Rusin, mbase edhe vendet tjera. E dyta që jam duke e lexuar. Rusia po e konsideron zgjerimin e NATO-s si vijë të kuqe dhe po kërcënon me shtypjen e butonit bërthamor nëse te i kalohet kjo vijë e kuqe. Ukraina po mundohet me e nxit në atë stilin e Netanyahut në lindjen e mesme, po mundohet me e nxit NATO-n që ta përdor nenin 5 të saj. Dhe neni 5, e dini, e kemi dëgjue vazhdimisht edhe në për mediumet tona, është tregon ky artikulli neni 5 se një sulm ose një agresion i armatosur kundër një antarit të NATO do të konsiderohet si sulm kundër të gjithëve dhe ata do të kenë të drejten ti përgjigjen atij sulmi me veprimet të tilla që aleanca i konsideron të nevojshme, individualisht apo në bashkëpunim me antarët e tjerë, duke përfshi fillimisht forcën dhe pastaj rivendosjen dhe ruajtjen e sigurisë dhe të zonave të tjera të cilat janë në interes të Atlantikët të Veriut, të NATO-s do me thonë.
qëllimi kryesor tani, kur po e sheh edhe Zelenski se ku a puna, është që ta shtyjë SBA-n, Evropën, që të ndikoj të Trumpi, që të përdoret edhe neni i pest. Duke e përzier shpesh rrezikun që po i kanoset Polonis, dëgjoni me vëmendje, rreziku që po i kanoset Polonis, disa vendeve të tjera në Evropën qendrore, ndoshta Slovakis e Çekis, pastaj Rumanis, pastaj Ballkanit dhe Kosovës gjeografisë shqiptare. Pra, që kjo pjesë e Evropës është nën vëzhgimin apo në brenda orbitës pretenduse ekspansioniste ruse, një farë kthimi në kohën e Bashkimit Sovjetik. Zelenski i flet këtë gjana, flet për Kosovën, flet për Rumanien, flet për Çekien, për Slovakien, herë munohet për Hungarien, për Polonien, për me e boe kinse me dijen NATO-n, Bashkimin Evropian, se rreziku shkon më tutje. Mirë po, me gjithë që, bile jo me gjithë që, do të kemi të qartë, popullsia që NATO ndihmon të mbrohet arrin në 900 milion banor. Shkojmë te e dyta, numri i sfidave, vështërsive të këtyre zonave ku jetojnë këta 900 milion banor, sa shkon e rritet dhe ka formate të ndryshme. Sfidat nuk janë krejt të njëjta të qëtyre 900 milion banorve, të shteteve që i mbron NATO. Cila që NATO sfida? E para është mbrojtja kufitare, pastaj kufizimi i përhapjes së armëve të shkatërimit në mas, pastaj kërcënimi me raketa që mund të vinë nga jashtë, pastaj terrorizmi me të gjitha llojet e vet, pastaj pirateria, pastaj sulmet kibernetike dhe të ngjashme. Pse e përmendi këto? Sepse kjo nënkupton, përveç të tjerave, probleme të shumta të brendshme midis shteteve anëtare të Aleancës së Atlantikut, NATO-s, dhe tregon vështërsitë e gjetjes së një konsensusi midis këtyre dy vendeve, që janë konsensus në të cilin nuk po mujnë me arrit, probleme pra që janë ekonomike, pastaj politike, pastaj ushtarake, pastaj gjeografike dhe të tjera. Në ndërkohë, e shikon fuqien, Amerika vlla nuk është Franca, e as Franca nuk është Turqia dhe Polonia. Pra, secila antare e NATO-s i ka ato problemet e veta, sfidat e veta, mundësitë e veta, kapacitetet e veta, rreziqet e veta në të ardhmen. Andaj ardhja në një konsensus në raport me Rusien. Turqia antare e NATO-s të zame. Interesi i saj, edhe pse pjesë e Aleancës Atlantike, interesi, sfidat, çështjet e tjera në raport me Rusin ndryshojnë fort nga Holanda të zame. Tjetra, Gjermania ka probleme krejtësisht tjera si antare e NATO-s nga Spanja të zeme në raport me këtë Rusien. Andaj është shumë e vështirë që Putini t'ia arrin qëllimin e konsolidimit të faktorit të NATO-s për të fut në luftë kundër Rusis dhe për të shpëtuar, më thëmë kinse, për të shpëtuar Ukrainën. Rusia, për të gjithë kësaj, edhe më tutje mbetet, mbase është duke u forcuar, si një fuqi bërthamore e aftë të fshin nga harta gjeografike dhe të përballet ushtarakisht me çdo forcë tjetër që do t'i dilte në ballë. Këto janë fakte që po u nis që ajo luftë,
pasojat janë katastrofike. Dhe këto fakte, miq, kanë dalë në paraardhjes së Donald Trump në pushtet. Dhe Donald Trump vetëm është duke i përfolur dhe përshpejtuar zgjidhjen e problemeve. Ukraina nuk është luftë vetëm territoriale midis Rusisë dhe Ukrainës. Nuk është më luftë vetëm vetëm për pasuri, vetëm për parandalim, por është luftë, me thënë botnore jo, por është luftë që prek interesat botnore. Kina është e kyçën në këtë luftë. Korea e Veriore është e kyçën në këtë luftë. Irani është i kyçur në këtë luftë. Evropa është e kyçur në këtë luftë. Turqia është e kyçur dhe shumë e shqetësuar se ja kallën Danie në detin e zi dhe ende kin se s'po dihet se kush i ka kallë. Pra, lufta e Ukrainës është ajo që po përcakton dinamikat ndërkombëtare dhe fitoria apo humbja e Rusisë në Ukrainë do të përcakton frenimin apo fuqinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të ardhmen. Kjo është përgjigjja e asaj që e thash si fjali bombastike në fillim, se Rusia është në duart e Rusisë dhe në duart e Ukrainës frenimi dhe fuqia e ardhshme ushtarake dhe gjithëbashme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shikuar strategjikisht, jam jo vetëm besoj, por jam mas e i bindën se periudha në për të cilën po kalojmë është më kompleksja dhe më e vështira me të cilën është duke u përballë NATO që nga ditët e themelimit të saj. Vendet e Evropës qendrore dhe lindore, të gjitha nisur prej Polonisë atje, janë shqetësume dhe janë nën ankth prej Rusisë, prej asaj që po shohin se çfarë është duke bërë atje. Janë nën ankth nga dita kur Rusia e anekson Krimen. Të gjitha këto vende, sikur edhe Ukraina, vallahi edhe Polonia, po mundohen që disi të paraqiten, ato në fakt janë, po mëzeshëm të paraqiten si viktima në preherin e NATO-s dhe se vetëm NATO është ajo që mund t'i mbroj ato. Strategjikisht, prap po them, nuk do të ishte e mençur të veprohej sipas kërkesave të Ukrainës dhe të vendeve të Evropës lindore dhe të Evropës qendrore. Mbase edhe tek ne këtu në Kosovë, nëse Serbia çmendet dhe e godet Kosovën. Para një tabloje të tillë, të cilën e ka përpara si ekran, si kur që kjo kamera jam përpara meje këtu. Para një tablo të këtij, Donald Trump është para dy zgjidhjeve. Dy i ka përpara, jo tri. Një, e shpjegova në videon e mbrëmshme ato dy teorit apo dy doktrinat e dy kryeministrave, ish kryeministrave të Britanisë së Madhe. Trumpi e ka përpara NATO, Evropa, doktrinën e Winston Churchillit, që luftë që thoshte dhe threste, luftë të hapur kundër Hitlerit. Se vetëm me forcë ushtarake mund të rrëzohet Hitleri, mund të shpatohet Evropa. Dhe e ka tjetrën, teorinë e këtij Neville Chamberlainit, që thot se dohet me lëshu pe, dohet me josh, me kre lëkurën e ariut polar, për t'ja lëshue tokat të cilat i ka poshtu, i pretendon, ta kshyrëm shka po do edhe të tjera, në mënyrë që të shpëtohen jetë, por kësaj radhe, jo vetëm jetë brenda Evropës, por të shpëtohet bota nga shpërthimi i luftës bërthamore.
Edhe dishka tjetër jam duke lexue në përmes rreshta. Edhe dishka është umra në sy. Pavarësisht deklaratave kontradiktore të udhëheqësve evropian, të cilët kanë sfida, kërkesa, probleme, nevoja, ambicie të ndryshme. Pavarësisht armatimit të vazhdueshëm të Ukrainës që po e bojnë, tendenca që bie në sy shumë është, sidomos kohëve të fundit, që shëban ta shtyjnë drejt 3 pikave kryesore. 1. Me ndal luftën në rajon. 2. Me e shmang përshkallëzimin ushtarak me Rusin. Edhe treta, shka është më kryesorja, me e ruajt marrëveshjen midis Rusisë dhe NATO-s. Imagjinoni deri ku ka ardhur situata dhe gjendja e vendeve evropiane në raport me Rusin dhe deri ku ka arrit fuqia e Rusisë në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nën këto rrethana, ndërhyrja e drejt për drejt, vetanake apo kolektive, perëndimore kundër Rusisë, unë e shoh si të pamundur, sepse do të përfshinte nevojën dhe jo nevojën, po shtypjen e butonit bërthamor dhe do të kthente botën së paku në shekullin 19. Nëse eventualisht Rusia detyrohet që nga Kaliningradi apo pozicionet e veta të nis një katastrofë të tillë, bota do të gjendet para një momenti historik. Gabimin më të madh, sipas meje, që e ka bërë bota perëndimore është që e kanë mashtruar Kijevin, Ukrainën, që t'ja jep, t'ja dorëzoj, t'ja dhuroj si në zarf, si në paket Rusisë 1900 kokat bërthamore që kanë qenë në territorin e Ukrainës, dhe e dyta kur e mashtrojnë që t'i mbyll të gjitha fabrikat dhe ato si quhen të prodhimit të armëve bërthamore dhe të tjera brenda territorit, të Ukrainës. Rusia, po mendoj Evropa, bota perëndimore këtë e bën për 2 arsye. 1, sepse nuk i ka besu më politikës ukrainase pas pavarësisë nga Bashkimi Sovjetik se do të jetë e zoja dhe do të ketë sabrin e durimin që të mos i përdor ato koka bërthamore dhe të vije përgjigja pastaj nga Rusia. Pra janë arma thika e sprehur është në dorën e fëmijës, në synin e Evropës. Kështu është duken Ukraina. Dhe e dyta, që është tragjike për Ukrainën, Ukraina mashtrohet që të vije në një mjet në përmes së cilit do të stoponin dhe parandalonin përhapjen apo ekspansionin e Rusisë në për vendet të tjera të Evropës. Nisur nga Baltiku atje, pastaj ka në Ballkan tek ne, pastaj të Greqia, apo pastaj të rikthehet sërish ka ujrat e nxehtë Afganistani dhe vendet e tjera. Putini e di këtë punë, shumë mirë e di këtë punë, andaj duke e marrë parasysh Putini se qajneni 5 të cilën e përmenda. Përdorimi i nenit të 5 është ekskluzivitet i vetëm Donald Trump, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vetëm SBA-ja është ajo e vetmja që e ka ekskluzivitetin që ta fut në lojë nenin 5. Duke e ditur këtë pozicion dhe duke e ditur mendësin e Donald Trump, mendësi kjo e cila është rezultat
i ndryshimeve radikale në marrëdhëniet ndërkombëtare, Rusia vazhdon me tempon e vet të shtrirjes atje ku ajo është të nevojshme dhe me stopimin e rreziqeve të cilat ajo ishe si kanosje për sigurinë e saj. Evropianët nga ana tjetër, në këtë gjendje ku kanë met, ku lidhen këto konstelacionet, e shohin vetë se pas këshin ardhë në një pozicion që nuk do të jenë në gjendje të zëvendësojnë rolin vendimtar të Amerikës për sigurinë e tyre në raport me Rusin. Rusia, do me thonë, po e di se qaj butoni i nenit 5 është në vullnetin dhe në dorën në ekskluzivitetin e Donald Trumpit, dhe se Trumpin nuk do ta përdor, sepse është prurje e ndryshimeve të konstelacioneve, dhe në anën tjetër, Evropianët u detyruan, Evropa u detyrua që të vijen në gjendje sa të mos shehma mundësi për një zëvendësim tjetër, për një Gjermani që do të udhëheqte NATO-n dhe do të marrte ekskluzivitetin e nenit 5, apo të shtypjes së butonit, apo për një Francë. E dini, ato jelekverdhet që i shpjegonim më para dhe që ndodhin në Francë, ato paknacit e mëdha në Francë që kanë të e djekë Parisin dhe Francën. Mos kujtoni se ato janë kone një nisen, valla për shkak të një paknacie, se paknacie janë gjithmonë, po këtë ngjarje të mëdha nisen si rezultat i përgatitjeve strategjike. Une besoj bindshëm se ato kanë qenë një grosht Amerikan ndaj Francës, kur Franca ja nisi me Gjermanin, kur e bën ja traktatin, apo marrëveshjen për një fuqi, për një ushtri të përbashkët franko-gjermane. Dhe kur e pa Shëbaja se në Evropë po lëvizin këto sene, shkoj e goditi në kokë, ding, Parisin, edhe i tha se une ta të rozoj Francën edhe ta boj kërsh. Njëjtë kështu edhe në Gjermani mundet me ja përdorën të huajt emigrantët, format të ndryshme, Rusien, pastaj Polonien, pastaj ajo armiqësia gjermano-holandeze, pastaj me vendet tjera, thjesht Evropa erdhi në pozicion sa të hesht dhe të shese. Masi s'kemi vlla alternativ na për me pru dikon tjetër, atëhere roli Amerikës është i pazavendësueshëm. Është edhe një çështje tjetër këto e rëndësishme që do të ketë, do të shpjegoj këto me juve. Evropa, përveç rrezikut të sigurisë, me të cilën po ballafaqohet me Rusien, Evropa ket opinion në raport me Rusin, me nenin 5, edhe me ekskluzivitetin e këtij Trumpit, e sidomos me atë se s'ka mundësi më dikush me e zavencu e Trumpin, Shëban, do të me ullën vesht edhe do të me ra, që kjo gjendje nuk ka ardhë hap-hap, por është një larmishmëri, apo një pako e disa elementeve të ndryshme, që kur jenë bo bashk, Evropën e kanë qitë këto. Është një shqetësimet ekonomike dhe konkurenca evropiane me brenda shteteve evropiane. E dyta, është paqartësia e raporteve të shteteve të bashkuara të Amerikës me Rusin e Putinit. Evropianët nuk po mujnë me u bind se dohet me i besue 100% Amerikës, sepse ka ardhë koha në një pozicion shahmat. Jemi miq, e kemi themelue civilizimin perëndimor, jemi bartësit e kulturës perëndimore, e qytetënimit perëndimor, por tani më janë në pyetje interesat brenda vllaznore, brenda familjes janë.
Se një vlla po do ma shumë, një vlla po rrezikohet, fëmijët po i rrezikohen ma shumë, di tjetrit po jipën afinitete ma shumë, andaj brenda qëtij kompleksiteti ka paqërtësi. Është tjetra, pasiguria e gjithëbashme dhe disa të tjera, që të gjitha këto janë tipare të cilat nuk lejojnë të ndodhin gabimet të lehta në veprimet e ardhshme të Evropës. Situata është kësaj. Nëse shikon nga naltash, miq, për më shumë se një dekadë, shikoni qysh kanë ardhur punë këto. Krejt po munona me e shpjegue qatë pyetjen apo qatë fjalin bom që e thash në fillim dhe e përsërita. A është për një me fati i së ardhmës amerikane në duart e Ariut Polar? Tash, nëse e shikojmë situatën edhe i kthehemi pak një dekadë gjysë, që të 10-15 vjetë, mos them 20 vjetë e fundit, vrehen analitikët, njerëzit që i përcjellin këto, e vërejnë letë një erozion në qëndrueshmërinë amerikane përballë Rusisë. Po shihet prej balloni, prej aeroplani, prej slargu, një trajektore e çuditshme dhe e padëshiruar për krejt, por edhe për neve shqiptarët. Edhe njëre po them, po shihet prej aeroplani, prej së largu, një trajektore e çuditshme dhe e padëshiruar për Evropën, për botën perëndimore edhe për ne shqiptarët. Çfarë është ajo trajektore? Është lëvizje ruse më të mëdha se që i ka pas më para dhe në të njëjtën kohë përgjigje perëndimore më të dobta se më para dhe më të dobta se që kërkohet. E përsëriti, më falni, lëvizje ruse më të mëdha se përpara dhe në të njëjtën kohë përgjigje perëndimore më të dobta se përpara dhe sa kërkohet sot. Kjo trajektore, qysh nisi, me u pa, nisi kur Rusia e pushtoi Gjorgji në vitin 2008. Ai pushtim atëherë, a ju kujtohet ai si e ka pas emrin ai presidenti i Gjorgjis, Nikashvilja, diçka tillë. Ai pushtim në fakt nuk ishte thjesht një ngjarje kalimtare, por një pasqyrim i asaj që unë spaku në 10 video po e them. Koha e ndryshimit të rendit global. Lufta, pushtimi i Gjorgjis në vitin 2008 nuk ishte ngjarje e izoluar kalimtare, por një pasqyrim dhe një argument i kthimit të Moskës si një politik apo si një forcë e re, duke u bazuar në atë që ishte shumë e qartë për Moskën se SHBA-t dhe NATO nuk shkojnë shumë larg, kanë mbledh mend, janë të e pas situatën, sa të përballen me Rusin. Pra, e ka gjujt bashkë si kur grepi kur gjuhet në ujë dhe pritet se çfarë po ngjitet në te. Lufta e Rusisë kundër Gjorgjis ka qenë grep i Rusisë në arenën perëndimore për të pasë çfarë lëviz dhe çfarë është e guximshme të bëj NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bile, këtë e ka vrejt edhe e ka marrë për princip të strategjisë së vet edhe Kina. Edhe Kina, njëjtë si kur Rusia, herë e zërcat Amerikën në Panama, herë në Grenland, herë në Amerikën jugore, herë në Afrikë, herë me Koreën Veriore, herë me Japonin, herë me Australin, herë me vendet islame, dhe ta them këtë me një herë, se po harroj. Dje a i përmena ato 3 fuqit që po do me i pa për para në tavolin vlla Donald Trump.
tri fuqit me nda botën, edhe mu rahatu bota, me jetu Amerikan qetë, jo sigur Izraelitët që për dekada jetojnë jetët mërshme. Mashtrohen ata gazetarë që shkojnë atje dhe vim pasaj këndejnë na gënjejnë se është një paraj se janë njerëzit të jetu e këneje kanë vështërsive. A jetohet me vitet të tëra në luft, ikje nga granatimet, strehimet në tokë, frikë kur i del fëmija nanës prej shpise, a do t'i kthejet, a në do t'i kthejet. Sikur Izraelitve njejt edhe Palestinezve. Donald Trump po do me i bo 3 superfuqi edhe me e krye punën. Kina, Rusia dhe Amerika. Me i nda zonat edhe me jetu si njeri vla. Në këtë ko, që deshta me thanë, te Kina me lidhen, vendet arabe, të pasura me natë, lindja e mesme, Turqia në kokën e tyre, si udhëhece, lidere e padiskutueshme e vendeve muslimane sot, do të jetë ajo që do t'i parcakton balancat e këtyre 3 vendeve dhe futjen e vetës në pozitën e 4 si fuqi e botës. Ka do t'ja mojnë arabët dhe muslimanët, ka Rusia, ka Kina apo ka Amerika, do të përcaktohet fuqia e këtyre. Prandaj shëbave Donald Trumpit i dohet edhe një perandori shtes, por mike për botën perendimore dhe ajo do të jetë perandoria islame muslimane e udhëhequr nga Stambolli dhe Ankaraja. Për këtë arsye ka lëshime t'i quaj, pajtime, afrime, lavdata, respekte enorme midis Ankara zyrtare dhe Washingtoni zyrtar, me gjithë interferimet e ndryshme, me gjithë mos pajtimet e ndryshme, si në Sharm el Sheikh, si para Sharm el Sheikhit, si pas dhe në çështje të Sirisë dhe të tjera. Pra janë mbyllje të fortëve, të këtyre titanëve për të marrë sa ma shumë pjesë të pogaçës së ardhshme që do të ndahet në 4 perandori. Këto 4 perandori meq nuk janë shtetet e vetme, çdo shtete domethënë kanë mukon, por funksionimi i tyre ka me qenë nën monitorimin, mbrojtjen, mbështetjen, fuqin e këtyre 4 fuqive që ka marrë. Apet po e përsëriti fjalinë e fundit që e thash dje, se u bën në 40 minuta, apet po e përsëriti se rajonet shqiptare, geografia shqiptare, edhe si e dikurshme kur ka qenë, para perandorisë romake, edhe jo bile para perandorisë romake, se kemi qenë teri të Rijeka atje, teri të Maribori me Asap, po gjatë kohës së perandorisë osmane, e deri sot që kjo pjesa, subhanallah, e geografisë shqiptare, është si kur ajeti në Kur'an që flet se janë 2 detna, në mes tyne është një rrjet që nuk i le me u përzije. Ose a i ke pa plakat tektonike në termete. Knej dridhet, për që të jetë një farë pjese e paprekshme që i ndanë. Është pjesa ndarse historikisht e superfuqive të botës. Fati ka desh qështo. Me pas qenë shqiptarët ma të fuqishëm, mas të ma të meqëm, se vallaj bilaj, edhe ata shka jenë vra me zvete, edhe ata shka jenë kanë luftu me zvete, kejtë kanë për të mirën e shqiptarisë, ashtu si që kanë mendu, edhe sot për pjekjet politike, të krave politik, jo këndi, kejtë të gjithë e donë Kosovën e donë shqiptarien. Dikush e qëllon, dikush nuk e qëllon. Por, ajo rrezikshmëria e gjeografisë shqiptare është se është bashkë në rrep, bashkë në hudut, në kufi, në megj, midis perandorive të ndryshme. Romake, bizantine, lindore, perendimore, islame e krishterë. Edhe sa dhja puna, apet, bashkë që kjo zona e Balkanit që niset prej Suboticës atje, e prej Budapeshtit, e ndoshta prej Varshavës, në veri atje, e deri del kon himar në detin
shqiptar që kjo pjesë është pjesa që ka me unda dhe varet se kush do ta ketë nën kontroll. Nëse është fat i shqiptarëve që kjo zonë të jetë zonë interesi edhe më tutje Amerikës, që të jetë deri në atë pozicion sa është humbje për vetveten, t'i alshoj Rusis, Shëbaja edhe më tutje ka me egzistue në tokat shqiptare dhe ka me qenë mbrojtja dhe garantuesja, sidomos e Kosovës, po në përgjithësi e gjeografisë shqiptare. Si alternativë e qësaj, për t'i lënë të tjere ta monitorojnë në kooperim me Washingtonin, mund të jetë Turqia. Jam aq shumë i bindur në këtë opcion, të cilën e kam thonë ndoshta që 2 vjet, sa një edhe një që bojnë 2. Se bota është të shkue ka që kjo ndarje dhe se gjeografia shqiptare, mos them është në rrezik, por është në teh të shpatës. Çfarë do lëvizje që bëhet, prehet keq dhe aty ku nuk dohet. Tash, qëtë filozofi, po kthehen atë tema atje, qëtë filozofi miq e ka kuptuar edhe Kina dhe pret shumë nga lufta e Ukrainës. Nëse Rusia fiton dhe Shëbaja, Washingtoni detyrohet të lëshoj pe në raport me Rusien, Kina e sheh këtë si një shans dhe model për shtrirje ka ngushtica e Tajvanit. Duke ditë këtë çështje, Washingtoni vazhdimisht e furnizon Tajvanin dhe kërcënon her pas here me nisjen e luftës për mbrojtjen e Tajvanit. Meq, se një kërcënim, lufta, tham na, nuk bën me e marrë këtë serioze, sepse kërcënimet janë parandalimet të ndodhjes së diçkafit, jo manifestimet të realitetit të një fakti që po ndodh apo do të ndodh së shpejti. Thash për Gjergjien. E boni Rusia testimin e parë, Kina po e sheh se çka po ndodh atje dhe vazhdojmë më tutje. Testimi i dytë erdhe në vitin 2014, kur Rusia e pushtoi Krimin, e aneksoi Krimin. Edhe e pa se brenda NATO-s edhe Amerika me fol po e me mu mundu po vallahi se pas kanë njetin e qabës me hyn në luft me Rusien. E mori edhe Krimejen. I qiti megjat e reja aty, edhe i tha botës se une jam këtu dhe une e komandoj rrugën Azi, Evropë ka në përmes detit të zi. Pra, masat diplomatike, bashkëpunimi i pezulluar dhe sankcionet që i vihen Rusis me luftën e Krimes, me fitoren në Krime, u panë se janë opcionet të dështuara paraprakisht, që ta ndryshojnë, ta ndalin, ta parandalojnë hovin apo sjelljen e Rusisë Putinit. Në të njëjtën kohë, Moska zgjerohet edhe më tutje në fusha të tjera të cilat paraprakisht i targeton, sigur Serbia, po kjo është e njëjta politik. Kutsi i Kosovës, Jerusalemi i Serbijës është Kosova sene. Pra, i targeton disa pozicione se janë të një rëndësie strategjike për Rusin dhe pastaj Rusia shkon edhe i vë në kontrol këto. Sipas analistëve të njohur të sigurisë ndërkombëtare, këto ngjarje e Gjergjisë dhe e Krimes i hodhën themelet për një veprim shumë më të kopshëm, më të madh dhe më të rrezikshëm i Moskës, edhe ajo ishte pushtimi i Ukrainës.
2 herë e ka provu, 2 herë s'ka kur gja, atëherë është koha me marrën krejt Ukrajinën. Çka është lezu Rusia hala në çdo kohë për të cilat po i shpjegoj? Lexoj diçka edhe më të fortë. Tërheqjen e shëbave, tërheqjen ta quaj kaotike të shëbave nga Afganistani në vitin 2021. Bindjen e vet, atë koncepcionin e vet, Rusia e përforcon edhe më shumë, sepse po mëson tash dal nga dal se shëbaja ma, jo që nuk e ka vullnetin, po për shkak se nuk e ka fuqin të qëndroj me atë ushtri gjigante në Afganistan, tërhiqet prej aty, andaj një far joshje tërthorazi për Rusin se ne që kaq mundemi, po ti mos bë fort zarare. E katërta, nga viti 2021, kur tërhiqet ushtria amerikane prej Afganistanit, institucionet të sigurisë, CIA, FBI, të tjerat të amerikanës sidomos, ja nisin me çu mesazhe në përbot se së shpejti mund të ndodh pushtimi i Ukrajinës. Së shpejti Rusia mund të godet Ukrajinën. Rusia i përcjellte këto sene, shihte se janë paralajmërime, por jo edhe lëvizje konkrete të vendeve anëtare të NATO-s. Andaj nuk e po të rrezikshme, të kontestueshme, se mund të sjellë ndonjë dëm pushtimi i Ukrajinës dhe eventualisht në të ardhmen. Qëto nis edhe frika e vendeve të Evropës lindore dhe qendrore. Se Gjorgjia u pushtu s'boni kur gjë, Krimea u pushtu s'u bo kur gjë, nga Afganistani u tërheq Amerika se s'ka fuqi ma aty, paralajmërime e llafe, do më thënë mohabete, më thëmë koti, kishte dhe nuk u reagu kur gjë për pushtimin e Ukrajinës, paralajmërime paraprake, andaj një gjë e tillë mund t'i ndodh edhe vendeve të Evropës lindore. Për këtë arsye, Evropa tentoi ta bëj një farë më vetësie ushtarake deri para 1-2 muajve. Ka pas iniciativa se po e marrëm fatin tonë në dorë, se ne do ta mbrojmë Ukrainën, ne do të vazhdojmë, mirë po sidomos pas takimit të Trumpit me Putinin në Alaska dhe pas takimeve të Kushnerit dhe Vitkovit me ata të Putinit dhe me Putinin, Evropa e pa se pas ka qenë krejt në andra me sy qelë. Andaj, po i ul veshet dhe po e këshyr me mbrojt interesin për aq sa po mundet. Rusia i boni këto, bota po shikon. Kina vërejti aty dhe në rregull është. Tash, shkojmë te e treta. Korea Veriore, meq, njëjtë është duke shikuar situatën. Se nëse Putini fiton dhe humb Trumpi këto, atëherë e ka shumë lehtë të veproj me Koren Jugore. Andaj edhe këto, Trump nuk po priton që të përdor tone kërcënuese ndaj Koreas Veriore, se nëse e prek Tajvanin, këtë Koren Jugore, ta bëj njëjtë që e kam njëjtë me e bëhe me Kinën nëse e prek këtë Tajvanin. Tjetra, meq, pika e 4 e që ti boshti, Teherani, sigurisht do ta kishte vizionin dhe qëndrimin e njëjtë sikur të Kinës, sikur të Rusisë edhe sikur të Koreas. Por, me që u godit rënd nga F-35 Amerikan dhe me që e pa fuqien e vet, ja prejten kraht edhe thojt ja prejten, zinge me gërshan, majet e gishtave, në lindjen e mesme, Irani si fuqia e 4 e këti katërori antiperendimor ka mbet në
në parapasken, ka met pak mbrapa, mirë po edhe më tutje, për shkak të pozitës e vetë, për shkak të pasurive të vetë, ndër më të fortat, 2-3 më të fortat me naft, me gaz, me qelik, me hekur, në ranglistën e shteteve më të pasura në botë, me pasurin nëntoksore dhe mbitoksore, a dikush renditet e para në botë, mish të respektuar, Republika Islamike e Iranit. Irani është vendi më i pasur në botë me pasurin nëntoksore dhe mbitoksore, duke llogarit naftën, ato dhe të gjitha. Nuk ka, është një ndër 3 vendet e vetme në botë të cilat i ka çdo gjë që i nevojitet një perandërie. Megjithëse që është e tillë, Irani ka mbetur pak mbrapa për shkak të këtyre seneve, dameve që ja shkaktoi Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mesazhi duket tani më shumë më i qartë, se rivendosja e frenimit të Amerikës nuk o thjesht një ballafaqim ruso-amerikan, por është rezultat i konstelacioneve dhe raporteve të reja që po krijohen në botë. Donald Trumpi, veprimet e Donald Trumpit janë duke shku ka shpërfaqja e hapur e qartë para çdo kujt të vizionit se për fat të ketë shtonin si shqiptar, Rusia nuk ka vend që mund të anashkalohet, por përkundrazi do të joshet, do të mbështetet herëherë, do të ndihmohet në luftën e saj në Ukrainë vetëm për të parandaluar Kina. Fuqia e Amerikës sot, unë mendoj se është në duart e Putinit. Nëse Putini forcohet, Amerika dobësohet. E nëse Putini dobësohet, Amerika forcohet. Dhe nëse forcohet Amerika në përmes dobësimit të Putinit dhe të Kinës, atëherë i vije radha e luftës frontale, shumë më të fuqishme, të Amerikës me Kinën. Vetëm atëherë Amerika do të ka fuqin e mjaftueshme për të ballafaquar seriozisht me Kinën. Natën e mirë.